Rreth 1500 punonjës policie nga të gjitha strukturat që përfshin antiterrorin, policinë rrugore, të krimeve dhe rendit, por edhe të policisë bashkiake të Tiranës do të jenë në terren për mbarvajtjen e samitit. Përgjatë perimetrit të sheshit Skënderbej, rreth 600 efektiv policie do të ruajnë delegacionet e nivelit të lartë të liderëve europian. Garda dhe shish do të kenë agent të shumë për të vëzhguar përveç terrenit edhe rrjetet sociale, nëse do të ketë thirrje për destabilitet. Po ashtu në të gjitha pikat kufitare janë dërguar të gjitha fotot e personave që dyshohet se kanë prirje ekstremiste mos lejohen të futen në vendin ton. Sa i përket sigurisë të personaliteteve në vendin ton, ndodhen edhe ekspertë huaj, të cilët kanë asistuar ndihmën e tyre në shoqërimin me eskort personaliteteve të huaja, nga Rinasi deri në zonën e sheshit ku do mbahet samiti. Në terren ndodhen edhe grupet antieksploziv që vëzhgojnë rrugët kryesore dhe kanë mbikëqyrje gjithë perimetrin e sigurisë. Kujtojmë se bllokimi i rrugëve nisi që më datë 14 dhe përfundon mbrëmjen e datës 16 maj. Ndërsa sot mbërriti në Tiranë kryeministri britanik Keir Starmer, i pari që nis paralel një vizitë bilaterale 2 ditore në kryeqytetin shqiptar, ku sipas mediave britanike do të nënshkruajë marrëveshje të rëndësishme me Shqipërinë, sidomos ato me objektiv parandalimin e migracionit të paligjshëm dhe goditjen e kriminalitetit.